ju qytetarë të Durrësit, të doja të bëja një thirrje, të vëmë dorën në zjarr për njeriu që ju keni mundësinë ta votoni. Po faktin se e njoh vetë, kam patur bashkëpunëtori më të ngushtë në gjitha betejat civile, gjitha betejat për një ardhmëri më të mirë të shqiptarëve dhe të Shqipërisë. Ai quhet Aulon Kalaja. I vetëdijshëm për të që po bëj thirrje, sepse duke e njohur këtë djalë, duke mos janë vetë pjesë e parlamentit, mund të bëhet zëvendësimi më i mirë i njerëzve, qytetarëve të përgjegjshëm, i qytetarëve të përpjekur pikërisht me këta djemë të rinj që u përket e ardhmja. Prandaj, kjo është thirrja ime e thjeshtë në të ditë të fundit të zgjedhjeve, që në doni të votoni për vlerat e shqiptarëve, për vlerat e parlamentit të mirë, për vlerat e një qytetari të lirë, ai quhet Aulon Kalaja. Me dorë në zemër e them që keni rastin të votoni të rinj, ata pa përlyer, ata me burri, ata për familje, ata kundër popullimit, ata kundër dëbimit shqiptarëve dhe ata pro shqiptarisë. Kjo është e gjitha. Ju falenderoj shumë. Ju dua shumë.